Nuk erdhët, po shkoj, po shkoj dhe pastaj vendoset vetëm me numra kuptimin edhe vajtja, i mbetet vetëm që të qëndroj dhe të thot fjalën e vetë në mënyrë të përsëritur. Sigurisht kjo e vështirëson rolin e opozitës në qasje të tillë e majorancës, por duhet kemi parasysh një gjë që kur opozita mori vendimin politik që i pranoi mandatet dhe zgjodhi që të hyjnë në kuvend pavarësisht farsës zgjedhore të 11 majit dhe pavarësisht i legitimitetit të institucioneve që burohen nga kjo farsë zgjedhore. Më i pari principe Kuvendi i Shqipërisë, opozita mori parasysh që hynte në një betejë jashtëzakonisht të vështirë, në një betejë e cila ka si synim në parë të denoncojë diçka që ka ndodhur në datën 11, të denoncojë këto institucione legjitime, qoftë edhe nga brenda tyre, të përdorë çdo lloj tribune dhe çdo lloj hapësire për të kundërvënë këtyre institucioneve ilegjitime dhe të fillojë së bashku me shqiptarët gjetjen e mekanizmave për ta çmontuar një regjim të tillë. Që sfida ishte e madhe, por ishte një sfidë e cila mor parasysh nga opozita, që në momentin që u vendos që kjo betejë do të zhvillohet dhe në sallën e Kuvendit. Kështu që besoj që neve jemi përgatitur për të gjitha, kemi vullnetin për të qëndruar përballë kësaj magjorance, kemi forcën e fjalës dhe të argumentit, kemi të drejtën nga ana jonë dhe sigurisht nuk do të ngurohem të përdorim të gjithë instrumentat që ne kemi në dispozicion për të kundërvënë këtij regjimi, për ta shmontuar në radhë të parë nga pikpamja e fasadës, nga pikpamja e imazhit që ata mendojnë se kanë pikën e tyre më të fortë, dhe më pas për të angazhuar shqiptarët në atë çka është prioriteti kombëtar, që të çmontojnë një regjim që e mban Shqipërinë larg Europës, që e mban Shqipërinë larg familjeve të vendeve të zhvilluara, dhe që erën vit, siç e thash, për fat keq në vendet botës tretë që nuk janë as pak demokratike. Është pak ironike që gjithë këto fenomene që duket se po shpeshtohen dhe po rriten në amplitudë ndodhin në të njëjtën kohë që vendi është përfshirë në një proces të përshpejtuar integrimi me hapje kapitush